duelin e sontëm. Artan Gashi e hedh topin, kryesori me ndihmësit Malokun dhe Arjan Kurtalanin. Sulmi i parë për Pejanët. Mala, pick and roll me Edwardsin, depërton atje, bukur e kthen. Dhe me njëherë Alan Herndon qendra, bombardon me treshe, 0-3. Thash në ndeshjen e fundit të zhvilluar me 4 vjetor në Karagaq, Trepça i realizoi 12 3-piksha, ndërsa Go plus Peja 6, sonte me njëherë në tentimin e parë. Alan Herndon është i sakt, efikas, dhe bombardon. Arti Hajdari, kapiteni, drejt dhe në duart të Tunës, kundër sulmi shpejt atje. Mala me Tunën, kërkojnë faul atje, batën Tuna. Thot atje Artan Gashi se ishin undeshën krah për krahu Musab Mala dhe batën Tuna, dhe se ky nuk është faul. Oshowen Williams është lojtari i ri, transferi i ri me numër 8, po e shihni te Peja. Edhe një top në anën tjetër, Amzili, faul në sulm nga Caesar Edwards, i cili e shtyen atje Amzilin, u pa e përdori krahun. Vendosje e mirë e Amzilit. Oshowen Williams, i cili sonte pra tashmë debutoi, është një playmaker i cili si vjet ka luajtur pra erdhi te Peja nga Sloboda Tuzla, skuadra bosnjake e cila garon në ABA League 2 dhe në ligën bosnjake. Ka luajtur në të kaluarën për skuadrën Würzburgun dhe ka shtruar në Gjermani, ka luajtur edhe në Sloveni. Würzburgu ju kujtohet nga garat e FIBA Europe Cup. Mushiqi për Johnson. Shpejt lëviz atje topi për te Kapiti, pick and rolli suksesshëm për mrekulli. Kenneth Hasbrook asiston, bashkëpunimi mirë mes të Kapitit dhe Hasbrookut, e ngulit atje Esmonton koshin Dardani. Caesar Edwards në anën tjetër përgjigjet me një horog për 2-5. Mushiqi, çfarë pasimi, bukur me një dorë anash. Mirë po Hasbrook është i pas suksesshëm, pra edhe sonte po mungon Jackery Payne. Thuhet se do të mungoj edhe 2 javë. Sa bukur atje, eshe Alan Herndonin, mirë po, jo, i thot Sean Jones ish reprezentuesi i Kosovës. Po luan Adisi me 2 qendrat, Kapitin dhe Johnson. Në anën tjetër edhe Edwards dhe Herndon. Fauli Edwardsit. Akili Winning, i cili erdhi te Trepça, ka qenë pjesë e Hapoel Bershivës, që skuadër izraelite e cila drejtohet nga ish trajneri PSV i Kosovës Rami Hadari. Sa bukur tenton atje, por Kapiti nuk arrin që të depërton derën në fund. Tentimi Tunës për 3 pik, Herndon dominon, mirë po e mbyllin koshin sonte lojtarët e EP-s, dhe bukur atje e vjedh të top, batën Tuna, depërton derën në fund, nuk realizon, kërkon edhe një faul atje. Mirë po Arti Hajdari nga koshi në kosh, me gjithate e përmirëson Alan Herndon për 2-7, 5 pik të Herndonit. 2 topa të vjedhur të Trepçës, mirë po të pa konkretizuar në kundërsulm. Mushiqi e pret pick and rollin me Dardan Kapitin, i cili ndalët tenton, nuk realizon, edhe një kërcim nga Edwardsi. Thash sonte
Greg Gibson ka mbyllur mirë koshin deri tash. Dy personale të Cesar Edwardsit eksprese. Dhe detyrohet Greg Gibson që të inkuadrojnë në lojë Shëndrit Llapin. Pick and roll Herndon me Williamson. Mala, sa bukur deporton e kthen topin Arti Hajdari. Për Birot atje, por Sean Jones edhe një blokad. Greg Gibson ne vrikosit pak me Arti Hajdarin dhe me njëherë e bën gati Jordan Johnsonin. E ngrit nga banka. Hasbrook, Williams, atje për pak sa nuk e sa bukur lëvizi topi knej, mirë, po Hasbrook është i pasukseshëm Arti Hajdari. Williamson luajti me këmbë atje Mikailit Mushici. Energjik, fantastik atje Musab Mala. Arti Hajdari sonte në rolin e kapitenit në mungesë të Dardan Berishës. Ullet për të pushu 2-7. Rezultati aktual 5 pikë të Herndonit dhe 2 të Cesar Edwardsit, gjitha 7 pikët të shënuara nga lojtarët 7 lartë. Johnson ishte më i miri në 2 ndeshjet e PS kundër Trepçës. Shëndrit Llapi gabon në pasim atje, e vjedh këtë top i Porca ardhuri Akili Winning, ka shkaluajtur në Hapoel Bersheva të Rami Hadari, ish selektori Kosovës dhe trajneri PS. Dardan Kapiti deporton deri në fund, dalet në mënyrë të palijuar nga Shëndrit Llapi. Personalja e pare Shëndritit, e treta e Go plus PS në këto 5 minuta. I thret atje 2 playmakerët, Oshowen Williamson dhe Jordan Johnsonin. Me 3 lojtarë të shkurtër, po luan Greg Gibson, 8 nga 189 cm. Kapiti realizon një nga 2 gjuajtjet e lira, shumë pak pikë të shënuara në këto 5 minutat e para. Mirë po e mbyllin koridoret e deportimit të dyja skuadrat. Musab Mala tentoi atje, e huqi, nuk ishte as alley-oop as gjuajtje në kosh. E gjuajti me Hamendi atje Musabi, Winning për mrekulli. Dalet në mënyrë të palijuar Sean Jones nga Shëndrit Llapi. Greg Gibson ne vrikoset shumë. 2 qendrat e ti në 5 minutat e para nga 2 personale, pra pas Cesar Edwardsit, ja tani edhe Shëndrit Llapi shkakton personalin e dytë në vijën e gjuajtjeve të lira Jones, i cili zakonisht ka një efikasitet të lartë nga loja, 80%. 4-7. Edhe herën e dytë shënon Sean Jones, i cili po luan me 9 pike, 5 kërcime, një mesat. Jordan Johnson, tentimi i tij atje nga distanca e madhe. Winning deport. Ja të rën atje. Një banane ja servon Herndon në anën tjetër kundër sulmi shpejt. Johnson nuk shënon, mirë po Williams e përmirëson për 5-9. Çfarë aksioni, në një anë blokad, në anën tjetër coast to coast i pas suksesshëm, por e përcolli aksionin Oshowen Williams. Sean Jones në anën tjetër tenton, nuk ka sukses. Herndon ishte më i suksesshëm atje në kërcim, ndërsa Hasbrook luan me këmbë. Deri tash
është duke dominuar Go Plus Pea në kërcime, 2 fish më shumë kërcime, 8-4. Edhe në realizimin e pikëve të dyta pas kërcimit në sulm. Sa Trepqa ende nuk ka shënuar asnjë treshe, e kjo është e dyta nga Musab Mala për e përsin më të lartë deri tash të pejanve, por përgjigjet në anën tjetër edhe Vining për të afruar rezultatin në 8-12. Treshe Malës, treshe e Viningut, bëhet gati për të inkuadruar i rikthyer në elitën e basketbollit kosovar Fatlin Shoshaj. Largohet Williams, transferi i ri i Porsa Arduri, i cili debutoi dhe në debutimin e tij për këto 6 minuta e 40 sekonda loj, 2.2 kërcime dhe një asistim nga Williams. Trepqa realizoi treshen e parës nga pas 5 tentimeve, tentimi Musab Malës, mirë po Shëndrit Llapi e shpëton këte, në anën tjetër, faul në sulm. Të shohim që ndodhi aty, faul në sulm i Shëndrit Llapit ndaj Tmusishit. Vining për mrekulli atje, i kryon vetës hapsin, tenton, nuk realizon Amzili, lufton dhe këte top e fiton, e dëbon deri tet Mushishi, i cili nga shala Bajgorës atje, Lanson dhe treshen e qilon, 2 tresher është, 4 i huqën, Johnson e kthen topin shpejt, shkon te Fatlin Shoshaj, tenton, nuk realizon, kapiti më i larti në kërcim. Edhe një tentim nga Vining, edhe me 3 tresher është nga minusi më i lartë prej 7 pikve, kalon në plus 2 pik Mitrovicasit. 3 treshe të një pas njëshme nga Mala dhe Vining. Herndon dalet në mënyrë të paljuar edhe një herë. Shikoni atje, fauli Batën Tunës, do t'jen 2 gjuajtje të lira. Alan Herndon, i pari e cili e hapi sonte këte shfaqje të bukur me atë treshen e ti, dhe më pas 2 pikshin. Realizon të 2 gjuajtje të lira, do të kthehet në loj Caesar Edwards, ullet për të pushuar pak Alan Herndon, e kreu punën e ti për mrekulli, 7.4 kërcime, dhe një blokad nga giganti Alan Herndon për barazim rezultati 14-14. O pak se 2 minuta loj edhe 1.45 deri në fund qereku të parë. Çdo gjë e nivelor. Hasbrook tenton, kësaj radhe nuk realizon. Williams, Amzili megjithatë më i kujdesshëm, kapiti lufton atje Tuna. Po shojmë atje edhe Drilion Hajrizin, i veshur me tuta sportive me trenerka. Edhe Drilioni ka pas një lëndim në ndeshjen kundër Sigal Prishtinës, luajti, ndërsa sonte është duke e kursyer, nuk po e aktivizon Adis Beqiragishi. Me 6 pikë të realizuara,
2 treshe nga 2 tentime. Vining, transferi ri, Akili Vining është më efikasi. Vining e nisi atë serin me 3 treshe rësht, pas ti ishte Tmushici, e më pas edhe një 3 pikëshe realizoi transferi ri i Trepqës, 6 pikë në total, posa u inkuadrua në loj, brenda 1 minutë gjysmë, me 2 tentime të sakta për 3 pikë, së bashku me Tmushicin, e ndërmorën serin prej 9-0, 3 treshe rësht për të kaluar nga -7, që ishte disavantajë më i lartë në epërsin e parë. 14 me 12, mirë po, Herndon me 2 gjuajtje të lira e barazoi rezultatin. Johnson deporton derën në fund, ndalet në mënyrë të palijuar nga Mustafa Amzili. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Jordan Johnson. Ka një efikasitet prej 78% nga vija gjuajtjeve të lira në këte kampionat. Ka luajtur të gjitha 14 ndeshjet e deri tashme të Go Plus Peja Jordan Johnson. Është një prej figurave kryesore të skuadrës, është definitivisht lojtari më efikas me 15 pikë për ndeshje, 5 presje, 4 asistime, 3 kërcime. Jordan Johnsoni, i cili realizon të 2 gjuajtje të lira për ta rikthyre përsin e Go Plus Pejës në 2 pikë. Hasbrook të Amzili, një mismatch, atje Amzili e shetë të vetmuar në anën tjetër, batën tunën, i cili lanson edhe qëllon treshën, 17 me 16, ishte e heshtur Trepqa 4 here në start, Huqi për 3 pikë, ndërsa në 4 tentimet e radhës i realizoi 4 treshe. Në start 0 me 4, e më pas 4-4, 100% efikase, po ka të lashe me rivënjën e topit, mbrojtje fuqishme agresive e Amzilit dhe Viningut, detyruan atje Williamsin që të gabon, nuk arriti që të rivën topin. Vining nuk mbrin atje që të bën pick and roll me Amzilin, dhe kësaj radhe mbrojtje e mire Fatlin Shoshajt, ishte atje mismatch, Shoshaj mbeti në Amzilin, mirë po, mbrojtje e shkëlqyeshme të rikthyerit në elitën e basketbollit kosovar Fatlindit. Jordan Johnson deporton derën në fund, blokade Amzilit, Kapiti luajti i fundit me top, betej mes Edwardsit dhe Kapitit. Në fakt nuk pas ka qenë fare blokad. Sa bukur, çfarë asistimi i Fatlindit për Musabin për të rikthyer përsin e Go Plus Pejës. Edhe 7 sekonda deri në fund, Akili Vining me një tentim nga distanca e madhe, Amzili lufton, patën tuna me kërcim në sulm, tenton që ta përmirëson, mirë po të shton dhe qereku i parë mbyllët me 1 pikë përsi për Go Plus Pejën, e cila pati një avantaj maksimal prej 7 pikëve, pra 5 me 12, pas asaj treshës Musab Malës, kur kishin mbetur edhe 3 minuta 34 sekonda loj, mirë po më pas në vetëm 1 minutë e gjysmë, fillimisht Akili Vining e nisi serin e 3 tresheve rresht, ju bashkua Tmushici, edhe në fund e mbylli Viningu,
për të kaluar për herë të parë në epërsi sonte Trepçën në 14-12. Shkoj me një blok të marketingut për të kthyer përsëri në minatorje. Ajden qa, kom vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti vu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi më pamjen në palestrin minatori, siç isha duke thënë, pas asaj serie prej 3 treshjeve rresht nga -7, Trepça kaloi në epërsi për herë të parë 14-12. Mirë po fal Herndonit, rezultati u barazu më pas me 2 zgjuajtje të lira dhe Jordan Johnson e mbajti atë avantazh para se Musab Mala të vendoste rezultatin final pas atij asistimi fantastik të Fatin Çoshaj të rikthyerit në basketbollin kosovar të Go Plus Peja për të përmbyll me epërsi minimale prej 18-17. Kemi dominim të Go Plus Pejës, ka vendosur, ka mbyllur mirë koshin sonte Greg Gibson 13-8 në kërcime. Fillimisht ishte Peja ajo e cila dominonte në treshe 5-2, mirë, po në vazhdim pas sa bukur e vjedh atje topin Williams dhe përton. Ja të rën atje Dardan Kapiti. E që monton krejt. Amzil. Një mismatch atje me Arti Hajdarin i cili lufton. Mbrojtje mirë Arti Hajdarit, i fundit luat në Musab Mala. Ankohet atje Adis Beshiragici. Lëvizje mashtruese e Williamsit, por nuk e diti që si ekspres po vjen nga prapa Dardan Kapiti, i cili ja të rojt mërësisht. Në anën tjetër, Arti Hajdari pati një mbrojtje fenomenale parës ndaj Mustafa Amzilit, e tash kësaj radhe shkaktoj personale. Ka caktuar Greg Gibson atje, vazhdimisht po mbetet Arti në Amzilin, në anën tjetër për mrekulli Hasbrook asiston dhe Dardan Kapiti realizon për të shënuar epërsin e parë në qerekun e dytë për Trepçën. Akili Winning ankohet atje se ishte fauli Jordan Johnsonit ndaj tij dhe jo Anasjeltas. Dhe ndoshta edhe ka të drejtë sepse atje u pa krahu i Jordan Johnsonit. Sidoqoftë loja vazhdon. Johnson. Fauli Dardan Kapitit ndaj Alan Herndonit, spati rrugdalje tjetër Dardani. E përbiroj mirë atje topin Johnson për Herndonin. Lojtari kryesori Go Plus Pejës deri tash me 7 pikë të realizuara. Akili Winning ka gjakderdhje në goj, duhet të ndalit ajo gjakderdhje, largohet nga loja, Jones hyn në vend të tij, Dardan Kapiti largohet në vend të Dardanit. Batën Tuna, 5 pikë të Dardanit, pati një shfaqje fenomenale edhe kundër Sigal Prishtinës, së bashku me Amzilin ishin 2 figurat qendrore në atë fitoren e thellë. 95-69 kundër rivalit përjetshëm, përhershëm. Në El Clasico Herndon realizon të 2 gjuajtje të lira për të rikthyer epërsin minimale. Amzil
Mbyllët atje. Dalet nga Herndoni, natyrisht Herndon është shumë më masiv. Në qendër atje po mbetet Arti Hajdari me Sean Jonesin, e ndihmon Herndoni me njëherë Batën Tuna. Beti në majët të trapezit atje dhe pa kur far problemi. E konkretizoi, realizon këto 2 pikë të ti 5 në total. I vetmuar Musab Malja në kënd, tenton dhe realizon treshën e tij të dytë. Musab Malja sonte nga 3 tentime, 8 pikë të Musabit. Fenomenal ke aksioni, Musabi mbeti i vetmuar. Amzil për Sean Jonesin, mirë bashkëpunojnë. Ufa! Personali Alan Herndonit e ngritin hava. E përvojën e ti natyrisht Sean Jones, ndërsa Herndon nuk lejoj që të shënohon edhe pikë. Ishte i vetishëm se do të shkakton faul Alan Herndon. 32 vjeçari Herndon, 207 cm i gjatë. Sean Jones, 2 vjet më i vjetër, 34 vjeçar. 204 cm i gjatë, realizon gjuajtjen e tij të parë. 3-3 është nga vija gjuajtjeve të lira Sean Jonesi. Gjitha 3 pikët i ka realizuar nga penalet. E huq herën e dytë për Herndon. Mirë, po Batën Tuna me të vërtet i ka duart si magnet. Rëmbyes fantastik i topave, Batën Tuna edhe një herë, e rëmben nga prapa, mbetet 22-23. Tentim për 3 pikë i Hasbrukut. E ka karakteristikët shutin për 3 pikë, përgjigjet në treshën e Malës me treshe për të realizuar përsëri e përsin prej 2 pikëve për Niko Qirët. Williams pick and roll me Herndonin. Malja, Amzil dhe Malja. Amzil dhe Malja, Malja kërkon hapsin atje, gabon kundër sulmi shpejt atje, Hasbruk, time out kërkon Greg Gibson, mbrojtje e mire Mitrovicasve, në fakt gaboj atje Musabi gjatë driblimit, dhe këte e shfrytzuan Mitrovicasit për mrekulli, ikun kundër sulm Hasbruk dhe realizoi, Malja është kjo treshja e tij, pas të cilës në anën tjetër me treshe u përgjigje dhe Hasbruk. Ja, kjo treshe karakteristike e tij. E më pas Hasbruk iku edhe në kundër sulm dhe realizoi pranë Williamsit për 27 me 23. 5 pikë eksprese të Hasbrukut. Një seri prej 6-0 e Go plus Trepqës pas e përsis Go plus PS pas asaj treshe të Musabit. Dhe aktualisht me nga 5 pikë i kemi 3 lojtarë të Trepqa. Janë këta Batën Tuna, Hasbruk dhe Dardan Kapiti. Më efikasi mbetet Akili Vining, transferi i ri i Porsa Ardhuri, sonte debutoi lojtari me numër 4. 2 treshet e tij, 6 pikë në total. Në anën tjetër te Go plus Pea, Alan Herndon vazhdon të jetë më dominuesi në përgjithësi në parket sonte me 9 pikë 5 kërcime, 8 pikë i ka Musab Malja, një shfaqje fantastike Musabit, i cili tash pak po pushon, ka lënë vendin në Shoshajt. Hajdari depërton deri në fund në stilin e tij karakteristik, nuk realizon atje, provon Edwards, asaj nuk arrin të përmirëson. Tuna për Hasbrukun, pick and roll me Sean Jonesin. Shoshaj nuk arrin t'ja vjedh te top dhe për mrekulli funksionon ky pick and roll. Sean Jones realizon për e përsin më të lartë tani të Trepqës, plus 6. Në përsia më e lartë e Go plus 5 ishte ajo prej 7 pikëve në qerekun e parë. Williams për Edwardsin, Herndon dhe Jones ka një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon. Kërcimi Hasbrukut,
i cili përsëri bombardon me treshën e tij. Çfarë serie, 32-23, shifrat e kthyer mbrapsht 3-2-2-3, 9 pike përsi, e përsia më e lartë tani e Trepçës, e cila e bën një seri prej 11-0. E përgjigjet në anën tjetër Williams me treshe në treshe. Tani e kanë lëshu dorën me të vërtet të dyja skuadrat. 6 treshe të Trepçës e në anën tjetër 4 treshe të Go plus 5, por nga 7 tentime efikasitet i lartë. Arti Hajdari me floaterin e tij me tabel, shumë i mençëm, me të vërtet e ka shumë të bukur këtë shut Arti Hajdari me tabel. Është një prej lojtarëve të rrallë në basketbollin kosovar që e përdor me mjeshtri tabelën, dhe këtë e bëjmë vetëm lojtarët inteligjent. 32-28, afrohet atje në vetëm 4 pikë. Sean Jones lufton kërcim në sulm dhe realizon tani me kërcimet e Sean Jonesit, e rikthen edhe dominimin në kërcime Trepça. Bukur atje Arti Hajdari, mirë po të Mushiqi me mbrojtje u rrethrotua, nuk vazhdoi Arti deri në fund. Faulli Sean Jonesit ndaj Fatlind Shoshajt. Natyrisht ka të lashe Fatlindi, 183 cm është i gjatë, në anën tjetër Sean Jonesit 204, 22 cm. Më shtat lartë është ish reprezentuesi i Kosovës. Atje Williams ishte pranë Hasbrookut derisa Adis Beqiragiqi i spjegonte dhe shpionoi atje, dëgjoj se çka i tha Hasbrookut Adis Beqiragiqi. Realizon të dy gjuajtjet e lira. Fakt një nga dy gjuajtjet e lira, ja ky moment simpatik dhe interesant. Tuna i vetmuar për 3 pikë tenton, nuk realizon. Arti Hajdari e patë se sa bukur e mbylli atje Amzilin kundër sulmi shpejt. Caesar Edwards e kther për Fatlind Shoshan, i cili tenton, nuk shënon, por Williams luan i fundit me top. I thot O'Shawn Williams mos kërko. Rishikim sfidë sepse unë e kam prekur i fundit. Loja vazhdon, në lojë rikthehet Musab Mala, me të vërtet me Musabi në lojë Peja po luan shumë ndryshe. Tuna një diagonale atje e Hasbrookut për batën Tunën. Fantastik. Bombardon për 3 pikë për të rikthyre përsin prej plus 8. Dhe tani në këto 10 minutat e fundit, pra 5 minutat e fundit të qerekut të parë dhe 5-6 minutat e qerekut të dytë, Trepça është duke bombarduar. Ka realizuar 7 treshe nga 14 tentime. Pas 4 huqeve në start ishte 4-0 për 3 pikë nga 10 tentime, pra në vazhdim në këto 10 minutat e fundit, nga 10 tentime ka realizuar 7 piksha, pra 21 nga 37 pikët e Trepçës aktualisht vinë nga tentimet për 3 pikë, dërsa janë duke dominuar edhe në asistime 10-7. Me vërtet po funksionon mirë playmakeri Kenneth Kenny Hasbrook, 4 asistime të tij, nga 2 i kanë të Mushiqi dhe Amzili. Në anën tjetër Go plus Peja i ka 4 treshe, mirë po nga 8 tentime, janë të dyja skuadrat 50% të efikasitetit për 3 pikë.
Ja dhe kosha shënuesit më të mirë. Atje lufton Edwards me Amzilin. Nga një pozitë e vështirë, mbrojtje e mire, Mustafa Amzilit e pengon atje Cesar Edwardsin, reprezentuesi i Finlandës. Amzil më i miri në ndeshjen e fundit kundër Sigar Prishtinës me 28 pikë të realizuara. Tentimi Hasbrukut nuk po mundët me besu atje. Greg Gibson i thot Fatlind Shoshaj, shko luj mbrojtje. E çmendën me mbrojtje. Dhe kjo është hera parë që Trepça sonte ka e përsi dy shifrore. Hasbruk i jashtëzakonshëm, treshja e tretë e tij 11 pikë. Edwards tenton me tabel pranë Amzilit. 14-31 kërkon Greg Gibson atje mbrojtje më agresive. 8 treshe nga 15 tentime, me të vërtet fantastike është Trepça në këto 12 minuta. Saj për... Opa, e vjedh topin atje Amzili, kërcen në sulm pranë Edwardsit, realizon për 42-31. Shëndrit Lapi, Johnson dhe Shoshaj bën gati për tu inkuadruar në loj. Williams depërton derën në fund, gabon, por Mala për Arti Hajdarin, i cili e huq dhe tani një periudhe sukseshme Mitrovicasve. Gabon atje batën tuna, i rëshqet topi. Williams depërton derën në fund për Arti Hajdarin, asiston, rezultati afrohet në 42-33. Williams bën presion atje të Tmushiqi. Amzili i vjen në ndim. Opa, Hasbruk atje për paksa nuk e realizoi treshen e tij të katërt. Sa bukur Hasbruk. Amzil, Arti Hajdari me mbrojtje të mirë, topi shkon jashtë përsëri te Hasbruku. Ama bash hase pas ka dorën. 45-33. Me të vërtet i pandarshëm. Arti Hajdari bën slalom, të gjithë i kalon dhe rezultatin përsëri në 10 pike, afron 45-35. Time-out kërkon Adis Beqiragici kësaj radhe. E përsia më e lartë e Trepçës ishte ajo pak më herët pas treshës Hasbrukut. 4-3 piksha, 14 pikë e 4 asistime i ka Kenneth Kenny Hasbruk, i jashtëzakonshëm. Nëntë treshe nga 17 tentime i ka realizuar nga 18, më falni. Trepça 50% të efikasitetit. 50% të efikasitetit ka dhe Go plus P-a, mirë po ka dukshëm më pak tentime dhe treshe të realizuara, 8-4. 27 nga 45 pikët e Trepçës vin nga tentimet për 3 pikë. 4 treshe të Hasbrukut, 2 treshe të Batën Tunës, 2 treshe i ka realizuar edhe Akili Vinning dhe Mikaele Tmushiqi. Kemi tani atje një tensionim situate prapa bankës, por çdo gjë përfundon qetë në anën tjetër. Amzili realizon për 47-35 e rikthene përsin maksimale të Trepçës prej plus 12. Po hym dal nga dal në minutin e fundit. Jordan Johnson tenton për 3 pikë, nuk realizon. Lapi nuk e fiton duelin me Amzilin, e ka kontrolin e jashtëzakonshëm. Sa bukur atje Mikaele Tmushiqi. Të gjithë i mashtron, depërton dhe përsin më të lartë, e realizon 49-35. Në anën tjetër luft e madhe Cesar Edwards
edhe një herë dhe faul i Mikajlit Mushicit. 2 kërcime në sulm, nuk arrin që të realizon Caesar Edwards, megjithatë ndalet në mënyrë të paluar. Topi do të jetë për Go Plus Pejen, e cila startoi mirë në 5 minutat e para. Opa, Mushici me mbrojtje ndaj Shoshajt atje, çdo gjë për upa. E sheh korridorin, por çfarë mbrojtje e vjedh topin Hasbrook dhe ndalet. Nuk ngutet atje me përvojën që e ka natyrisht Hasbrook, ish lojtari në 3 ligat më të fuqishme evropiane për Amzilin, reprezentuesin e Finlandës, i cili e komplikon mirë, po në fund realizon. Ka dhe 3 sekonda, 2 sekonda, Williams shkon nga gjysma e fushës, nuk realizon dhe në fund me këte shënim të Mustafa Amzilit. Ishte pika e tij e 6. Trepqa e ngrit rezultatin në 51-35, që është e përsia më e lartë prej 14 pikëve, me të vërtet një seri fenomenale. Nërsa duhet lavdruar pa tjetër edhe batën tona një Alan Herndoni, më i miri të luftoj me të vërtet edhe me Amzilin, edhe me Sean Jonesin, edhe me Dardan Kapitin, që në start atje pressing, mbrojtje e mirë gabon Edwards, e hum topin. Pershit startuese në pjesën e parë, në pjesën e dytë, vani. Tunat Mushici, Jonesi, Amzili dhe Hasbrook, në anën tjetër Mala, Hajdari, Herndon, Williams dhe Edwards. Musabi e ndjek në hap atje të Mushicin, Sean Jones tenton, nuk realizon, kësaj radhe Herndon më i vëmendshëm. Musabi për Herndonin. Edwards, çfarë blokade atje, Sean Jones. Ja më hon koshin, thot jo. Jo kësaj radhe, Edwards. Ja da bon topin jashtë palestrës. Ka 12 sekonda për këte sulm. Musabi do të arrivoj topin për Sean Williamson. Transferi i ri i Porsa ardhuri. E përbiron topin. Por me kulli atje e shpëton këte top batën tona. Të Mushici deri në fund. Edhe një top i vjedhur, mbrojtje e mirë, tani faul është ky i Mustafa Amzilit ndaj Williamsit. Williams debutoi sonte, erdhi nga Superliga Bosnës e Hercegovinës, ku luajti për Sloboda Tuzlën në ABA League 2, po ashtu. Ka luajtur në Gjermani për Würzburgun e Karlsruhen, ka luajtur edhe në Sloveni. Ky djalosh i cili ka tash topin. Arti Hajdari, Hasbrook është pranë tij, Mala për Herndonin, Herndon dhe Jones. Betet me top në dorë, edhe 5 sekonda, Mala tërhiqet mrapa, depërton, nuk realizon. Mire bëri këte, i hapi vetës hapsin, shkoj mrapa dhe depërtoj. Hasbrook! Treshja e 5 e tij, aty ku e la në pjesën e parë, vazhdoj në të dytën. E përsia më e lartë për 19 pikëve, i hatashëm 17 pikë të tij. I hatashëm, blokada tje tani edhe Tunës kundër sulmi shpejt, edhe asistimi i 6 i Hasbrookut, 17 pikë, 6 asistime. Amzili e ngulit atje për pikën e tij të 8, i ka dhe 4 kërcime. E kjo është e përsia më e lartë deri tash prej 21 pikëve. Në anën tjetër tenton të përgjigjet, nuk arrin, lufton Edwards, megjithatë Sean Jones dalet me faul nga Alan Herndon. Çdo gjë po flet në favor të Trepçës. 21 pikë, vetëm 35 pikë të realizuara të PS, me të vërtet e ndali Adis Beqiragiqi, edhe një mbrojtje
e mirë dhe Mushiqi e shkel Vin. Për pak sa mbrojtje e fuqishme, edhe me njëherë rikthen topin të Mushiqi, pasi humbi me mbrojtje agresive, po kanë të lashe me rivënjën e topit në lojtarët e PES kundërso, ufa! Alan, shumë simpatik është Alan Herndon. Qfar blokade atje, ja të roj Sean Jonesi, tha jo lush, porës e blokove Edwardsin, po kësaj radhe ta kthej Hasbro kullet për me pushu me të vërtet e ka meritu, i shkëlqyshëm, i mrekullueshëm. 17 pikë për tyre, 5 treshe, 15 pikë për tentimeve për 3 pikë, mbrojtje e fuqishme, edhe një top i vjedhur i Batën Tuna, Sam Zili lufton atje për Viningun, topi shkon në anën tjetër, edhe një topi, sa topa të rëmbyer dhe të vjedhur sonte. Edwardsi me Amzilin është lënduar atje, Amzil pak, topi shkon në anën e kundërt, tenton e huq Musabi, por Alan Herndon është në vend, kërcen në sulm, dalit në mënyrë të paljuar, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, pak minuta tani edhe për Dardan Kapitin. Ullet për të pushu Sean Jonesi, e ka meritu. Momentalisht po luan me 7 pike, 7 kërcime dhe 2 blokada Sean Jones. Në anën tjetër edhe Alan Herndon ka mbetur me ato 9 pikët e realizuara në pjesën e parë dhe tani bëhet lojtari i parë te Go Plus Pea që ka realizuar pikë 2 shifrore, 56 me 36, 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. Herndon vazhdon të jetë i tillë, 11 pikë të Alan Herndonit, i cili ka dhe 8 kërcime, 2 blokada i ka edhe ai si Sean Jonesi. 6-6 është nga vija gjuajtjeve të lira Alan Herndon. Ka një treshe ato në fillim kur e nisi lojën me 0-3, me atë treshën e tij të parë, 1-2 pikësh. Në ato 5 pikë eksprese që i realizoi në fillim të qerekut të parë, dhe faul është ky i Fatlin Shoshajt ndaj Akili Viningut, një lojtar i cili po e luan lojën e tij, i heshtur, nuk po flet, po luan. Pas një krize fillestare, pa dyshim se Mitrovica si tu kthye në maje të Pro Credit Superligës me një seri fantastike prej 10 fitoreve, vetëm një humbje në 11 ndeshjet e fundit. Dhe tash përsëri po i synojnë gjitha trofet, duke përfshirë edhe titullin e 3-3, me çka do të barazoheshin me suksesin e pikërisht PES, e cila në vitet 94, 95 dhe 96 para luftës e kishte fituar 3 herë arresht titullin e kampionit. Amzili, një huqje e madhe atje për Amzilin. Po ashtu Trepqa, pra synon titullin e 3-3, ndërsa rekordin e mban Sigal Prishtina, e cila në 2 raste kishte dominu, herën e parë me 6 tituj të një pasnjëshme prej 2006 deri në 2011, e më pas edhe në periudhën 2014-17 me 4 tituj rresh në anën. Ufa! Sonte bananet në Minatori po shkojnë me të lirë. U knaqën të shpërnda banane. Kësaj radhe Caesar Edwards, është kjo blokada e parë e tij, 2 i ka Herndoni dhe 1 e ka Shëndrit Lapi. Në anën tjetër Batën Tuna 1, Sean Jones 2 dhe Mustafa Amzili 1, plus edhe Dardan Kapiti 1. Vjen treshja për 60 me 37, me të vërtet
Tani kjo është një përsi goxha lart, 23 pikë. Shëndrit Llapi e kthen topin, nuk ka treshe nga Caesar Edwards. Akili Winning tenton për 3 pikë, nuk realizon. Betet rezultati 60-37. Ama herët ishte treshja e tretë e Akili Winningut, lojtari i dytë tek Trepça me pikë dyshifrore, 4-3 për treshe Akila Winning, 11 pikësha nga 21 tentime, me të vërtet çka është shumë. Halal Jukov conte sa i përket tresheve, 33 nga 60 pikët e Trepçës vinë nga tentimet për 3 pikë. Në anën tjetër janë dalur në vetëm 4 treshe, ende nuk kanë shënuar në pjesën e dytë. Në sekondën e fundit metet me top në dorë Jordan Johnson, nga 13 tentime vetëm 4 treshe të realizuara të Go Plus Pes. Me të vërtet sonte jam duke shikuar këtu trenerin Greg Gibson, nuk po ka përgjigje në mbrojtjen agresive dhe në sulmin të cilin po e organizon Trepça, këto pozita të cilat po ndërtohen për të pas një lojtar të lirë. Ja, shikoni atje si po vrapojnë dhe po e qarkullojnë topin, pick and roll i Dardanit. Ja ku mbetet Batën Tuna i lirë për këta, duke fol. Tani Dardani betet i vetmuar, shikoni atje mbrojtje e dopt, lihet atje via fundore e pa mbuluar. Jordan Johnson tenton, nuk realizon. Shëndin Trapi e ngulit, reagon atje Adis Beqiragishi për këte kosh me kacavarje, 62-39. Vetëm 4 pikë në këto 6 minuta loj. Batën Tuna tenton për 3 pikë dhe tani edhe Batën Tuna shënon treshe. 65-39 është kjo treshja e 12 nga 23 tentime. Gjashëm sikur se të mërkurën e kaluar kundër Golden Eagle Yllit. Trepça kishte shënuar 13 pikësha në atë ndeshje, por fenomenal kishin qenë edhe lojtarët e Golden Eagle Yllit që e fituan atë qerek finalit të parë me 17 pikësha. Oh, sa bukur atje! Tuna asiston, Amzil shënon edhe rezultatin e ngrit në 67-39. E detyron Greg Gibsonin që të kërkon time-out. Me të vërtet dominim absolut i Trepçës ndaj Go Plus Pes. 16-4 në këtë qerek, në këto 6 minuta e 22 sekonda loj. Vetëm 4 pikë të realizuara të Go Plus Pes, e cila në këtë qerek ka tentuar 8 herë nga loja dhe ka realizuar vetëm 1 herë. Ato 2 gjuajtje të lira i realizoi Alan Herndon dhe atë ngulitjen që e bëri pak më herët Shëndrit Llapi me kërcim në sulm. Anën tjetër i pandalshëm pra Kenny Hasbrook me treshet e tij, pastaj edhe Akili Winningu ju bashkua me 3 pikësh. Edhe Batën Tuna, ja pikërisht Batën Tunën edhe e përshëndet publiku, e përkrahin lojë shkëlqyeshme e Batën Tunës në këtë edicion. 13 pikë, 3 kërcime edhe 3 topa të vjedhur në mbrojtje i shkëlqyeshëm. Me të vërtet po kryen punën shumë mirë. Ja shikoni ku është atje, e ngrit dorën, pengon dhe me një herik në kundërsulm Batën Tuna. Hasbrook, anën tjetër, mbrojtje e mirë dhe e Shëndrit Llapit. Shikoni, vrapon edhe Shëndriti atje
I pa mundëson Amzillit që ta pranon këtë top nga Hasbruku. Dardani pret playmakerin, pick and roll, hapët me njëherë, nuk ka top për te. Amzill dhe Lapi luftoj njëri me tjetrin. Amzill me një gjysmë horog atje mbi shëndritin realizon dhe e ngrit rezultatin në maksimumin prej 30 pikve sonte, 69 me 39 pika e 12 e Mustafa Amzillit, i cili ka edhe 8 kërcime. Tani të skuadra e Trepçës kemi 4 lojtar me pik 2 shifrore, realizon Williams për 69 me 40. Edhe herën e dytë është i sakt Williamsi, 69 me 41, pika e 7 e ti. Hera parë që ishte në vine gjuajtjeve të lira Oshoen Williams. Mushiqi për Chris Cross atje 8 depërtimet, i vetmuar mbetet Amzilli. Me të vërtet po i organizojnë sulmet, po punojnë për sulme në mënyrë fenomenale lojtarët e Trepçës. Tenton atje Akili Winning që të blokon. Fauli Fatlit Shoshajt e ndal Mustafa Amzillin. E ndërpren tentimin për kundër sulm. Dhe go plus peja, vetëm Alan Herndon me pik 2 shifrore 11. Dardan Kapiti shkakton personale në sulm. 17 pik e 6 asistime lojtari kryesori Trepçës, Kenny Hasbrook, 5 treshe prej tyre, 13 pik, 3 kërcime, 3 topa të vjedhur, batën tuna. 12 pik i ka e 9 kërcime pranë double-doublit Mustafa Amzilli dhe 10 pik Akili Winning. Depërtimi bukur atje i Jordan Johnsonit për të afruar rezultatin në 69 me 43. Po im dal nga dal në 2 minutat e fundit të qereku të tretë, e përsi e lartë Dardan Kapitit depërton atje gabon, por s'ka problem sepse Mustafa Amzilli është në vend. E realizon pikën e tij të 14. I ka dhe 9 kërcime. Jordan Johnson i ikë të gjithë dhe depërton derën në fund, dalet në mënyrë të palejuar. Do të jenë këto 2 gjuajtje të lira për Johnsonin. Fauli të Mushiqit. Personalja e 4 të Mikailit Mushiqit, i cili ullet për të pushu. 5 pik, 4 asistime, 3 kërcime, 3 topa të vjedhur. Edhe në ndeshjen kundër Sigar Prishtinës, Mikaile nuk ishte shumë i dhënë pas shënimit të pikëve, por më tepër po organizon, po asiston. 8 asistime i pati në ndeshje kundër Sigar Prishtinës, Mikailet Mushiqi. Ja sonte i ka 4. Edwards largohet në lojë, rikthehet Alan Herndon, lojtari vetëm që ka realizuar pik 2 shifrore të go plus peja. Greg Gibson vazhdimisht atje po flet vetë me vete, nuk e ka të qartë me të vërtet. Lojtarët e tij sonte nuk i kanë zbatuar detyrat e tij. Në anën tjetër ata të Beqiragishit me përpikëri, fauli Burim Zekiqit. Në ndeshjen e kaluar kundër Sigar Prishtinës, trajneri Adis Beqiragishi inkuadroi në lojë Anes Gashin, Venis Halitin, Etik Aslanin. Lojtarët e ri, natyrisht Burim Zekiqi as për përmendi, Burimi është lojtar me përvojë. Do të shohim nëse edhe sonte do të bëjë të njëjtën gjë në qerekun e 4. Batën tuna largohet. E ka merituar Duart Trokitën, kthehet në lojë Kenny Hasbrook. Williams kësaj radhe nuk qëllon parësisht 100% efikas. I
Qëlloj të dy gjuajtjet e lira, sonte pati një efikasitet fenomenal. Pea është kjo vetëm uqja e dytë, nga 16 tentime, 14 gjuajtje të lira të realizuara. Po shihni dhe statistikat e topave të humbur, 14 topa të humbur të Gopius Peas. Amzili i pandalshëm. 73 me 46. 60 sekundat e fundit. Shoshaj, mbrojtje zonale, tani nuk kam përgjigje. Betët i shkurt atje Williams, kundër sulmi shpejt. Sa e rodhe Huq, Hasbrook, por s'ka problem. Akili Winning është në vend. Hasbrook për Dardan Kapitin. Lëvizje mashtruese, shkon për pick and roll atje Dardani. Në brendi. Ja qënë Huq këte pasim. Shëndrit lapi për Jordan Johnsonin në anën tjetër. Fatin Shoshaj tenton. Nuk realizon treshe. Më i larti në kërcim Dardan Kapiti. Sekundat e fundit qerekut tret Musab Mala kthehet në bank. Akili Winning edhe një sekund në qintat e fundit. Tenton dhe treshen e realizon. E kap kokën Greg Gibson, nuk po mundet me besu, po thot lekrin. Edhe njëherë Akili Winning. Nëse mundemi me po prej disa kondeve, do shta edhe nga totali edhe njëherë. 76 me 46. Ja, edhe njëherë në qintat e fundit të sekundës. 76 me 46. Akili Winning, 13 pikë të ti, është kjo treshja e 4 nga 6 tentime. 5 treshe i ka realizuar Kenny Hasbrook. 13 treshe ka barazuar rekordin e javës së kaluar, mes javës së kaluar kundër Golden Eagle Lullit, kur patën 13 treshe të realizuara, mirë po nga 14 tentime. Sonte janë shumë ma efikas, 50% e efikasitetit, 13 treshe nga 26 tentime. Në anën tjetër, Pea ka mbetur me ato 4-3 pikshat e pjesës së parë nga 17 tentime. Vërtet 39 nga 76 pikët e trepqës erdhen nga tentimet për 3 pikë, 5 treshe të Hasbrookut, 4 të Akili Winningut, 3 ka realizuar Batën Tuna, dominim absolut. Amzilit i duhet edhe një kërcim për double-double, ja po i shihni dhe statistikat krahasuese të dyja skuadrave, 9 topa të vjedhur të trepqës, prej tyre 3 ka vjedhur Batën Tuna, i shkëlqyeshëm sonte. Ja, dhe pikët nga rastet e dyta 19 me 10, nga topat e humbur të kundërshtarit 15 me 10, ndërsa nga kundër sulmet me të vërtet një dallim i madh. 18 pikë të trepqës, vetëm 5 pikë të Gopius Peas. Treshet dhe këto pikët e realizuara nga kundër sulmet janë ai faktori i cili edhe ka bërë këtë dallim prej 30 pikëve. Tentim për Alley Hoop me Amzilin, i pa suksesshëm, por Winning e fiton këtë top. Zekici tenton për treshe, nuk shënon, kundër sulmi shpejt, e vjedh topin atje Mikajlet Mushici. Si duket pak edhe u lëndu atje me këmbë. Po mirë është, shpëtoi i fuqishëm atje, tentoj me vjedh këtë top reprezentuesi i Kosovës, Mikajlet Mushici. Jordan Johnson e kthen te Shoshaj. Mirë po mbrojtja fenomenale, sa shpejt po kthehet në pozitat e tyre lojtarët e trepqës. Sonte me vërtet shumë të disiplinuar në mbrojtje. Winning tenton për 3 pikë, nuk realizon kësaj radhe.
Amzili shkakton personali, ja dhe më efikasit, 17 pike, 7 asistime Hasbrook, 11 pike, 8 kërcime, i ka Alan Herndon. E ka këtë top Burim Zekiqi, isha duke shikuar pra dhurës të basketbollit edhe në Prishtinë. Sierra Prishtina është duke udhëhequr minimalisht kundër Golden Eagle Lullit në ndeshje e niveluar 44 me 43. Qerekun e parë dominim i ploti Golden Eagle Lullit 26 me 14, mirë, po në qerekun e dytë është rikthyer skuadra Prishtinase duke i falenderuar Haxhoset, ja tani edhe vërejtja e fundit për zbrazje. Adhurues të basketbollit duhet theksuar se Federata e Basketbollit e Kosovës e ka aktivizuar atë nenin dhe do të jetë shumë më strikte me ofendimet të cilat në kort, të cilat po bëhen nëpër palestra, por sidomos me hedhjen e gjësendeve pas atij incidenti i cili ndodhi në bashkim në Sezai Suroi kur u godit Dardan Berisha me shkreps dhe u përgjak në ball. Drame dhe Bledar Xheçaj gjatë pauzës është goditur me shishe në sy dhe palestra ishte zbrazur në ndeshjen e parë. Palestra nuk ishte zbrazur në Prizren. Mbrëm pati ankesa për shkak të zbrazjes pjesës qendrore, mirë po rregullat, rregulloria thot sot e kemi kontrolluar rregullorën që në raste të tilla atëherë palestra duhet të zbrazet, por kriteret duhet të jenë të njëjta në të gjitha palestrat. Definitivisht, hajde e kemi diskutuar këto ofendimet të cilat po bëhen nga publiku, bëhen edhe në palestra tjera në regione e më larg, mirë po hedhja e gjësendeve në parket, ajo asesi nuk mund të tolerohet edhe duhet të reagohet me njerë. Ja dhe treshja e parë pas më shumë se 20 minutave loj nga Fatin Shoshaj. Janë pikët e para të Fatlindit nga loja, treshja e parë pas 4 tentimeve. 4 pikë i ka Fatlindi, ka dhe 2 asistime. Herndon në brendit e Edwards, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Topi do të rivet nga anash. Ja, po përgatitën atje, po i bën zemjet e tyre edhe Anes Gashi, Venis Haliti dhe Eti Kaslani. Zekiqi tashmë është në loj, kapiti më i larti në kërcim. Tmushiqi e kërkon Burim Zekiqin. Blok atje, pick and roll i Sean Jonesit. Burim Zekiqi tenton për treshe, nuk realizon. Më i larti në kërcim Musa Mala, një tjetër Mitrovicas. Tentim për alley hoop dhe për mrekulli atje funksionon tandemi i lojtarëve 7 shkurtër, Shoshaj dhe Williams, për 77 me 51. E përsia më e lartë ishte ajo pak më herët, 77 me 46 plus 31 pik. Zekiqi për kapitin, tenton Dardani, nuk realizon. Edhe 6 minuta e 40 deri në fund të ndeshjes. Thash edhe më herët, pra pas një krize fillestare, padyshim
se Mitrovicasit janë kthyer në top favoritin për të fituar gjitha trofet, përfshirë edhe titullin e tretë rresht. Natyrisht ka edhe shumë lojë deri atëherë. Burim Zekiqi me tentim për 3 pikë nga një distancë e madhe. E dim që ka dorën e butë dhe pikërisht kundër Trepçës para 3 viteve kur ishte pjesë e vllazënimit, kishte shënuar ato 4 treshet në fund të ndeshjes dhe minusin prej 14 pikëve e kishte shndruar në fitore diçka ngjashëm, sikurse edhe në këtë ndeshjen e vetme të cilën e kishte humbur Trepça në Shani Nushi, por ishte Markiz Warwick ai i cili kishte realizuar 4 treshe rresht. Edhe minusin për 15 pikëve kishte shndruar në fitore. Faul ndaj Musabit. Akili Winning shkaktoi personalin e tij të tretë, ulët për të pushuar Burim Zekiqi. Edwards tenton për 3 pikë i pasakt. Mushiqi me kërcimin e tij për Akili Winningun, faulli Fatin Shoshajt. Personalja e tretë e tij, Amzili në vend të Dardan Kapitit. Mushiqi për Sean Johnson nuk realizon, por Amzil me kërcim në sulm dhe shënim mbri në kvotën prej 19 pikëve dhe tani 10 kërcimeve, double i Mustafa Amzilit. Në anën tjetër koshin e shmonton Edwards për 79 me 57. Topi vjedhur për Mrekulli, depërton atje deri në fund. Mirë po Mushiqi e blokon Williamsin. Mushiqi po e kërkon rishikimin e situatës me ngulm, thot që nuk e ka prekur. Topi do të jetë megjithatë për Pejan, pasi që jo Mushiqi, po ishte Akili Winning, ai i cili luajti i fundit me top. Mushiqi kishte të drejtë që tha që nuk e kam prekur. Mirë po, sa bukur asistimin për toke, fantastik, 79 me 59. Dhe tani e kemi një seri të shpejt prej 13 me 3 të Go plus 5 e cila nga minus 31 e sjell rezultatin në vetëm në 20 pikë dallim, 4 minuta deri në fund. Mushiqi ndalet në mënyrë të palejuar nga Alan Herndon, i cili e ngrit dorën. Thot unë shkaktova e ndala, dërsa kanë mbetur edhe 4 minuta e 7 sekonda. Do të rishikohet nëse ishte faul jo sportiv.
Folio sportiv I Alan Herndonit ndaj Mikajlet Mushicit, I cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 5 pik, 6 kërcime, 4 asistime, 3 topa të vjedhur. Janë statistikat e Mikajles, I cili herën e parë nuk realizon, si vjet ka një efikasitet të lartë, nga vija gjuajtjeve të lira 84%. Herën e parë e huq, herën e dytë realizon reprezentuesi I Kosovës Mushicit 80-59, sonte nuk I pam në lojë, pra 2 ikonat e basketbollit kosovar, Dardan Berishën, I cili ka të lënduar, ka një ruptur të muskulit të ijes, dhe do të mungoj minimum 4 javë. Në anën tjetër, I lënduar është edhe Drilon Hajrizi, I cili ka luajtur I lënduar edhe kundër Yllit, edhe kundër Sigal Prishtinës, me të vërtet një sakrificë e madhe e Drilonit, dhe edhe ai sot pas rezonancës magnetike është diagnostikuar me lëndimin e pjesë pasme pas zhurit, asaj gropës Poplitea, dhe do të pushon edhe Driloni, nuk është bërë e ditur se sa, pra përveç Gjakori Penit, pra sot Trepçe si mungon edhe Drilon Hajrizi. 81 me 59, tentimi Shoshajt, sa radhe I pa suksesshëm, ndalet atje Batën Tuna, e pret Akili Viningun, Mushici, luan 1-1 me Herndonin dhe mbite realizon treshën për 84 me 59, e kthene përsi në plus 25, edhe më tutje Adis Beqiragici nuk po inkuadron në djelmoshat e ri. Sean Jones nga trot atje pak, topi shkon në anën tjetër për Batën Tunën, I cili realizon treshën e tij të katërt, 16 pik të Batën Tunës, 4 treshe nga 5 tentime. Sa I përket efikasitetit, për 3 pik, do të thotë përqindja, Batën Tuna është më I miri të Trepça sonte, me 80% të efikasitetit, 4 treshe nga 5 tentime. Hasbrook I ka 5 treshe nga 10 tentime, Vining I ka pashtu 4 treshe mirë, po ju dashtën që të gjuaj 8 herë. Me të vërtet sonte një rekord I ri I Trepçës për si vjet, 15 3 piksha nga 34 tentime, 45% efikasitetit, me të vërtet e hatashme, do të thotë 45 pik nga 3 pikshat, nga këto 87 sonte I ka realizuar Trepça kundër Go plus 5, e cila në anën tjetër I ka 5 treshe vetëm të realizuara, 3 piksha më shumë të Mitrovicas, dhe kjo është edhe arsyeja definitivisht e kësaj e përsijet të lartë, këtij avantazhi kaq të lartë dhe dominimi natyrisht duke mos haruar dhe kundër sulmet, pikët e realizuara në kundër sulme 22 me 10. Definitivisht sonte Adis Beqiragici e ka shtruar lojën shumë më mirë se sa Greg Gibson, I cili nuk pati përgjigje në mëspari mbrojtjen e mirë të Trepçës në çerekun e 2 dhe të 3, e më pas edhe aksionet e organizuara ja dhe venis kapiteni Anes Gashi në lojë, dhe përton dhe realizon edhe kapiteni posa hyri në lojë për të rikthyer avantazhin prej 30 pikëve. Seri prej 10 me 2 përgjigjet Trepça. Lufton atje Venis Haliti. I posa inkuadruari në lojë. Dyqin 4 cm, 205 cm që Venis Haliti.
inkuadron në lojë në 3 minutat e fundit. Beqir Agiqi, tentim për 3 pikë. Nuk ka shënim nga Sokol Nila. Herndon largohet nga loja në vend të tij Shëndrit Llapi. Anes Gashi organizon sulmin. Bashkëpunon me Venis Halitin. Tentimi Venisit me rreth rrotullim Shëndrit Llapi atje te Nila. Pressing tani Batën Tuna me Anesin, kapitenin. Sa bukur atje pranë vizë fundore. Kalon Edwards. Natyrisht atje e këshillon të Mushiqi Venis Halitin se si ta mbyll vin. Edhe Etik Aslani në vend të Mikaelit Mushiqit, i cili me duart trokitje përshëndetet dhe përcjellet në bank. 9 pikë dhe 2 gjashe të Mikaeles. 6 kërcime, 6 asistime, i ka dhe 3 topa të vjedhur. I shkëlqyeshëm Mushiqi. Realizon Edwards të 2 gjuajtjet e lira për 89 me 61. Këtu tashmë çdo gjë është e ditur. Trepça lirish mund të themi se ka shënuar edhe fitoren e 12 në këtë edicion, ndërsa për Go Plus Pen është kjo disvata e 7 krahës 8 fitoreve. Lufton atje Etik Aslani, e kthen te Tuna. Nuk shënon Dardan Kapiti për Venis Halitin, i cili tenton, nuk realizon. Tuna edhe një kërcim për Dardan Kapitin. Etik Aslani dalet në mënyrë të palejuar nga Olti Salabegolli. Në vine gjuajtjeve të lira, Majtaku Etik Aslani, edhe ai realizon, shënohet në listën e realizatorëve 90 me 61. Të 2 gjuajtjet e lira për të rikthyer përsin prej 30 pikëve, maksimalja ishte 31. Shoshaj e kthen atje për Salabegollin. Anën tjetër, Batën Tuna, pak për far problemi, realizon për 93 me 61. Në anën tjetër, Nila nuk arrin që të regjistrohet në listën e kosha shënuesve. Sekondat e fundit dhe 30 sekonda deri në fund. I hatashëm sonte është Batën Tuna, 21 pikë, kosha shënuesi më i mirë. Treshja e 5 nga 6 tentime, me të vërtet halal i koft Tuna sonte, 96 me 61. Në anën tjetër edhe Venis Haliti, pra të gjithë lojtarët e Trepçës sonte janë regjistruar në listën e kosha shënuesve. Dhe ndeshja mbyllet me rezultatin 98 me 61. Së shpejti do të jemi edhe me intervistat e 2 trajnerëve.